Mi mbrëma miq të mi të YouTube-it, sot do të prezantoj një model tjetër, shumë të bukur dhe shumë të thjeshtë, sidomos edhe për fillestarët. Është një model shumë i bukur, që i përdor për mbulesa tavolinash ose tabaka kafesh, për tavolina mesi, tavolina buke, për çdo gjë. Atëherë, siç kemi thënë, gjithmonë në centrot fillohen këtu në mes. Këtu në mes kanë për 8 zinxhir dhe 24 mbushje. Fillojmë tashti, kam bërë 8 zinxhir këtu. Do bëjmë 24 mbushje, 1, 2, 3 zinxhir, 4 nënsore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, edhe një 24. Do t'i numërojmë mirë, sepse do të na dalin edhe 24 kutia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ja kam bërë një tepër. Ja dhe një. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E fusim këtu te mbushja e parë, që është bërë zinxhiri, edhe nxjerrim pa lak. Tani do bëjmë 1, 2, 3 zinxhir dhe në çdo mbushje do bëjmë kutia. Një zinxhir, një kuti, një zinxhir, një kuti, mbushje më mbushje. Një zinxhir, një kuti. Siç janë 24 mbushje, do dalin 24 kutia. Se do t'jenë dhe kutiat në numër, se pastaj nuk na del dhe modeli. I ftoj të gjitha ata miq që duan të mësojnë, si punohet me grep, ose duan të bëjnë modele të ndryshme. Mund të regjistrojnë në kanalin tim të YouTube-it, Luiza Dori, dhe aty do të gjeni modele nga më të ndryshmet, me grep, me shtiza, me sovajk. Që ta keni për kollaj, nuk e bërë gjysmën e kutijave, edhe ti numëroni. Kur afroheni te fundi kështu, do t'i numëroni pa tjetër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 21. 22, 23 dhe 24 këtu. Tashi, në çdo kuti këtu, do bëjmë nga 3 mbushje. 2 do bëhen në kuti brenda dhe 1 do bëhet këtu në
këmbën e kutisë. 1, 2, 3, një mbushje, 2 mbushje. Një është në këmbën e kutisë, edhe 2 mbushje këto në kuti. 1, 2. Dhe kështu do vazhdoj deri në fund. I bie që çdo kuti të ketë në 3 mbushje. Edhe më shumë nuk mund t'i bëjmë, se na dalin pastaj kutiet e tjera, na dalin më shumë kur vjen rjeshti tjetër. Gjithmonë do të keni kujdes. Se dhe mund të harrohet ndonjë, mund të vëmë një tepër, mund të vëmë një mangët. Gjithmonë do të jemi të kujdesshëm, se nuk mund ta aprishim gjithmonë. Sa herë që bëjmë gabim, sepse edhe fija prishet pastaj del si me push. Edhe nuk e ka lezetin ajo qentroja, kur bëhet me push. Është një model që bëhet shumë shpejto. Erdhëm te fundi dhe i bashkojmë tani këtu. Tani do bëhet ky rjeshti me kutia. Këto kutia të harqet bëhen me nga 4 zinxhir dhe do bëhen 1, 2, fillon tek e treta. 1, 2, 3, 4, me 5. 1, 2, tek e treta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, tek e treta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, tek e treta. Edhe këtu do bëhen 24 kutia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3. Një, dy, tre, katër, pesë. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Nda njerë që ose nuk na dalin dhe mbushe, për shumë edhe mund të angushtojmë një raste të ralla, për shumë. 1, 2, 3. Se edhe gabojmë gjatë punës. 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3. Tek e treta gjithmonë. 1, 2, 3, 4, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ja ti numërojmë të shinjesa ku t'ja kemi bërë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23. Edhe njerë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 23. 1, 2. Këtë e kapim. Dhe tash do bëjmë prapë 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prapë edhe këtu 24. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Janë 2 rjeshta me kutia. Pastaj fillon modeli. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pes. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Tani do bëjmë modelin. Këtu. Do bëjmë 3 dhe 4, 7 mbushje. 1, 2, 3, 7 mbushje. 3, 4, 5, 6, 7. 3 zinxhir, ose 2, 1, 2. Do bëjmë prapë 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 3 zinxhir në mes. Tani jemi 1, 2, 3, do bëjmë 4 kutia, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. A jemi të ky rjeshti këtu. Ky është rjeshti i dytë, ky është rjeshti i tretë. Dy, 3, 4, 5. Pastaj vin kutijat. 1, 2, 3, 4. 4 kutia. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Do bëjmë 7 zinxhir, 7 mbushje. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. 4, 5, 6, 7. E kapim këtu pa lak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Do bëjmë tani prapë 7 mbushje, nga 7, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besoj se ngjitjen dini ta bëni, ose bashkimin e qendrës, sepse e kanë shpjeguar në videot e radhës se si bëhet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Një, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2 zinxhir, prapë 7 mbushje. Atëre, në një kuti do bëhen 7 me 7, 14 mbushje.
Kur të vi radha dytë, këto shtatqet do t'i mbylli me një të gjitha shtatqet do t'i mbylli me një kalim. Pastaj këtu në mes, te mbushja radha tjetër, te mbushja këtu në mes, do bën 5 mbushje. Edhe radha dytë e kësaj 5 mbushjes, të pesat do mbyllen me një lak të gjitha. Që ka të gjashtë një 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dhe thonë, kjo ishte më kryesorja që u tregova unë. Një, 2, 3, 4. Edhe tani ashtu i mbyllet kjo, që ta keni si ide. 1, 2, 3. Nxjerrim 2, ngelen 2. Nxjerrim 2, u bën 3. Nxjerrim 2, u bën 4. Nxjerrim 2, u bën 5. Nxjerrim 2, u bën 6. Nxjerrim 2, u bën 7. Domethënë nuk i nxjerrim të gjitha. Gjithmonë ngelet 1. Tash këto i heqim që të treja, edhe bëjmë zinxhir. Tu te zinxhir do bëjmë 1, 2, 3, edhe do mblidhet prap radha tjetër. Ja. Jemi duke punuar, marrim lak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe një 7. Edhe i nxjerrim të gjitha për një herë. Bëjmë lak. Pra, ky është edhe modeli. E gjithë puna do vi, si që bëm të këtu, do vi dhe këteja. Kutijat këtu, do me thonë, nuk do ndryshojnë, do ngelen gjithmonë 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pastaj rreshti i fundit bëhet me 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kush ka në një që nuk e ka kuptuar, mundet të më lërë koment në kanalin tim të YouTube-it, edhe t'ja u shpjegoj. 1, 2, 3, 4, 5, ja ta bëjmë edhe një që të keni të qartë, edhe radha dytë, si që erdi kjo, që u bën 7, edhe 7 u mblodhën në 1, edhe kjo do bët 5, dhe rrjeshi tjetër, i para fundit do mblidhen prap në 1. Një, 2, 3, 4, tash i bëjmë të radhën tjetër. 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe një 7. Ja shikoni edhe njerë, të gjitha e nxjerrim, edhe bëjmë një zinxhir që mos të lërohet. Bëjmë 3 zinxhir për të bërë kjo numri 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mund të bëni edhe 4 që mos të arrije mbledhur. Dhe fillojmë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, edhe në qofë se nuk e edhe në qofë se nuk dini se si bashkojnë këto,
Keni video që e kam bërë se si bëhet bashkimi i këtyre qendrove. 1, 2, 3, 4, 5. Kjo do kapet shu edhe do hapet, mos keni merak. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mai këtu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 edhe 1, 7. Edhe nxjerrim prapë të gjitha për një herë. 1, 2, 3, 4. Po kështu edhe me krahun tjetër. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. I nxjerrim të gjitha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jo, më falni tash se më falni se ka bërë një gabim, do të thonë kurse ke mendjen. Atëre, kjo do bëhet kështu. Jemi këtu tash se është rishti që do bëhet 5 qa. Ja kurse ke ndonjëherë mendjen, ose ndodhen të këto gjëra kur e dal vivo dhe ndodhin. Se po shikoja që pse po më dilte aq e mbledhur, por që do të fillonte modeli me 5. Atëre. Atëre. Edhe njerë. 3, 4, 5, 6, 7. I nxorëm këto të 7-a? Këtu? Tani do bëhet kjo 5 qa këtu. Do bëjmë 4, 1, 5, 2, 3, 4, 5. E do bëjmë 5 mbushje. 1. Edhe kur të vi radha e 2 tek kësaja, do bëhet si shbet kjo e që u bë me 7. 4 edhe një 5. 1, 2, 3, 4. I nxjerrim. 1, 2, 3, 4, 5. Edhe vazhdojmë kutijat. 1, 2, 3, 4, 5. Më falni për gabimin që bëra dhe ashtu do dali. Këtu do bëhet prap kuti dhe kur të vish këtu do këto të 5-a do kape siç u kam këto të 7-at këtu. 1, 2, 3, 4, 5. Ja t'ja bëj dhe një ta që ta keni. Atëre. 1, 2, 3, 3,
4, 5. Tani do bëjmë 1, 2, 3, 4 zinxhir. Do fusim këtu te kjo kutia, që ishte këtu në mes, këto ndarjet. Këtu. Do bëjmë 5 mbushje. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Edhe do bëhet prap kapja këtu. Do me thënë, që ta keni dhe njerë, të më dëgjoni me kujdes. Si që mblodhën këto të shtata, do mblidhen dhe ato të pestat, që është rjeshti i fundit. Edhe i nxjerrim. I kapim me një lak. Pra, ky ishte edhe modeli. Dhe kur të vi radha e fundit që do bëhen këto 5 këto të kapura, si që u kapën këto këtu, rjeshti tjetër, atër do kapet me grep për të bashkuar qentraja. Në që se keni në ndonjë paqartësi, mund të komunikoni me mua në kanalin YouTube-it Luiza Dorin, të bëni pyetje, që si e keni kuptuar, apo se keni kuptuar. Me gjitha të, ja dhe modeli ku është modeli shumë i thjeshtë. Miru dëgjofsh, më fali, në videot e radhës me modele tjera të bukura dhe të lehta.